normalisht ndodhet në komisariatin e Fierit. Kam shumë pak informacion nga policia. Sapo lexova një lajm për një deklaratë që ka bërë drejtoria vendore, e cila thotë që akuzohet për blerje votash. Është e pavërtet 100% kjo gjë. Unë e kam thënë edhe në një intervistë tjetër që kam punuar 12 vite, kam qenë pjesë e Partisë Socialiste për 12 vite dhe nuk kam bler kurrë vota për ata. Dhe nuk blej vota për veten dhe për asnjëri tjetër. As unë as familja ime. Unë jam një vajzë e qytetit Fierit, njohin gjithë. Familja ime është shumë e nderuar e respektuar dhe punëtore. Baba im është njeri shumë i respektuar. Ka ardhur të mbështesi vajzën e tij, si çdo prind besoj mbështet fëmijën e tij në gara të ndryshme. Në këtë rast baba im ka ardhur për mbështetur vajzën e tij, po kur në asnjë moment nuk është folur dhe nuk është menduar që të blihen vota. Kështu që në mënyrë kategorike është një shpifje ndaj meje dhe familjes time dhe kjo është e gjitha një gjë shumë tendencioze dhe nuk është hera e parë që familja ime intimidohet dhe ushtrohet presion që unë të trishem nga gara. Ka pas disa raste. Nuk besoj se keni përmendjen tek rezultati i votimit, por se çfarë po ndodh në familjen tuaj. Kush ka qenë personi tjetër i shoqëruar? Çfarë akuzë është ngritur për të, është proceduar në gjendje të lirë? Çfarë po ndodh përveç babait? Është njërka ime. Normalisht ajo është lënë e lirë. Vetëm i mat ndodhet në komisariat. Siç e thash, kam shumë pak informacion nga policia. Nuk jep asnjëri asnjë lloj informacioni. Por e gjithë kjo situatë është tendencioze dhe është e përsëritur. Dhe siç e kam thënë më përpara, është diçka që vështrimi nuk do ta hedh nga qeveria aktuale. Duke qenë që unë kam qenë pjesë e Partisë Socialiste për 12 vite dhe dëshirat e tyre janë që t'i kenë njerëzit në tutel. Unë jam një njeri që kam të drejta, siç ka gjithë populli kudo që ndodhet. Gjithë njerëzit në botë kanë të drejtën e tyre të flasin, të marrin vendime, të votojnë, të kenë bindjet e tyre. Por me sa duket në Shqipëri nuk mund të kesh bindje ndryshe nga ato të Partisë Socialiste. Thash, është era e disa që bëhen presione ndaj familjarëve të mi. Është bërë dhe më përpara i presioni tjetër, por që unë të trishesh nga gara, ndoshta tani besoj e kanë marrë kënaqësinë e tyre dhe prisnin që unë të hiqa fokusin nga rezultati dhe mund të bëjnë çfarë të duan gjatë numërimeve të votave, sepse unë kam familjen parësore. Mendoja që ky vend kishte nevojë për njerëz potencial të drejtë dhe që nuk përlyen dhe janë të pastër, edhe duan që të bëjnë një gjë më të mirë për njerëzit e tjerë, po me sa duket që nga shumë e vështirë që në Shqipëri të lejohet një gjë e tillë. Unë uroj që